në rastin në fjalë, në vlerësimin tim, gjykata kushtetuese nuk ka dhënë interpretimin më të mirë, sepse edhe pasaporta, edhe lëvizja jashtë vendit është një formë lirie. Patjetër. Dhe në këtë kuptim, ky libri që kam këtu, që është kushtetuta e vendit, ka thënë që asnjë lloj forme lirie e deputetit nuk mund të preket pa u shprehur kuvendi. Kuvendi kur thirret si palë, nuk thirret grupi parlamentar i Partisë Demokratike apo grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Thirret sekretari i përgjithshëm i kuvendit ose dikush tjetër që le të themi merr plot fuqishmërinë e kryetarit. Sapo thatë, në rast se do të kisha qenë unë përfaqësuesi i kuvendit, do të thoja që liria e deputetit nuk preket pa u shprehur kuvendi. Që të jemi të qartë për këtë. Po keni qenë kryetari grupi parlamentar, mund ta thoshit. Po nuk kam qenë atë kryetari, kam qenë ministri i brendshëm. Ka qenë ministri i brendshëm edhe se ngatron dot të parlamentit. Dhe s'mund t'ia thonte dot kryetari të grupit të vet. Të shkojmë tek kushtetuta dhe ka ajo që kjo e bie kavalierlik me vonesë. Po kavalierlik me vonesë, po kavalierliku o e ke ose ke. Kështu që me vonesë, pa vonesë e ka. Me vonesë nuk e thuhet apo s'quhet?